Disleksia është një çrregullim i mësimit që prek aftësinë për të lexuar, shkruar dhe përpunuar fjalët në mënyrë të saktë, duke krijuar vështirësi për ata që preken nga ky çrregullim. Logopedi Dion Gjoka, gjatë një interviste për televizionin Syri, shpjegoi më në detaje natyrën e disleksisë. Disleksia është një çrregullim në të nxënit e një fëmijë zakonisht, një individi që lidhet me një farë çrregullimi me lidhjen fonologjike të tingujve, që kjo direkt e lidh me pjesën e të lexunit të një fëmijë që zakonisht shfaqet në moshën 7-8 vjeçare, edhe që ndikon mandej edhe te shkrimi. Sipas logopedit, një nga simptomat e zakonshme të disleksisë është ngatërimi i shkronjave. Një fëmijë disleksik, këto shkronja kam i ngatru. Zakonisht tingullin P me tingullin B që shkruan në formë të ngjashme, kam ngatru radhën e tingujve në fjalë, për shembull, ngatron tingullin e tretë me të katërt, ju ndryshon vendet, edhe kjo është çaj përshkrimi që thash, një çrregullim në rrjedhshmërinë fonologjike, që ja pamundson ose ja vështirëson fëmijës me lexu në formën e duhur, edhe kur kemi problem me lexim, kemi problem edhe me shkrim. Logopedi Gjoka theksoi gjithashtu se trajtimi i disleksisë është një proces që kalon nëpër disa etapa. Mënyra e trajtimit kalon nëpër hapa të ndryshëm, ku fëmia fillimisht duhet me i bë dallimin mes tingujve të ndryshëm, mes shkronjave në këtë rast, e jo tingujve, edhe mandej ajo më shku në nivele më të larta ku fëmia mi përmirësu leximin dhe që më ndiku edhe te shkrimi. Tutje, logopedi Dion Gjoka këshilloi prindërit dhe mësuesit të jenë të vëmendshëm ndaj simptomave të disleksisë dhe të ofrojnë ndihmën e duhur për fëmijët e tyre.